Këta janë 4 njerëzit që duhet falësh në jetën tënde. Fal prindrit e tu. Qofshin gjallë apo jo. Qofshin përpjekur apo jo mjaftueshëm, ata të sollën në këtë botë. Dhe ti, duke u kapur fort me thonjë dhe me dhëm pas asaj që nuk mundën të japin, do të mbetesh thjesht i ngecur, si një fëmijë i parritur. Falenderoj për atë që mundën të të ofrojnë dhe lëre pjesën tjetër. Ata bën aq sa mundën. Nëse i fal, ti jep një shans vetes për të bërë burr apo grua e rritur. 2. Fal personat që i ke dashur. Ata që janë larguar e që nuk mundën të gjeni një pikë takimi me ty. Uroju paqe. Uroju shërim dhe ndalu së hapuri dyert që jeta i ka mbyllur tani më. Po e përsëris. Ndalu së hapuri dyert që jeta i ka mbyllur tani më. 3. Fal të gjithë të tjerët që të kanë lënduar. Miqtë e të panjohur, njerëz që të kanë zhgënjur, maskarejnët, hileqarët, mashtruesit. Jeta është e mbushur me ndodhi dhe njerëz të ndryshëm që na lëndojnë ndonjëherë me qëllim e ndonjëherë pa vetdije. Mund të jetë një koleg që të ka zënë rrugën në karrierë, një mik që të ka tradhtuar, një afërm që ka qenë i padrejtë me ty. Këto ndjesi, nëse nuk përpunohen, grumbullohen në shpirt si helm. Mbajtja e emërisë është si të pish helm ti dhe të presësh që të vdes tjetri. Kur fal të tjerët, je ti ai që shërohesh. Je ti ai që merr frymë më lehtë dhe shikon përpara me sy të kthjellët. 4. Fal veten. Kjo është puna më e vështirë, por dhe më e rëndësishmja. Të gjithë kemi bërë gabime, kemi marrë vendime të këqija, kemi thënë fjalë që nuk i kemi menduar, kemi humbur mundësi për shkak të frikës ose përtacisë. Por këto janë pjesë e jetës, janë pjesë e të qenit njeri. Vetfalja është një proces që kërkon mirëkuptim dhe dëmshuri për veten. Ti nuk je i njëjti njeri që ishe kur bëre atë gabim. Je rritur, ke mësuar, ke reflektuar. Ti nuk je gabimet e tua. Fal veten për të kaluarën, sepse ky është një lehtësim. Që të ndërtosh një të ardhme duhet më parë të heqësh qafe barrat e së kaluarës. Brian Tracy.